Kam lexuar në një hadith që thuhet kur falet bariu në mal, pas tij rreshtohen dhe engjëjt në safe. A ka shpërblimin në këtë rast bariu sikur falet me xhamat? Po më mjafton me lajket, s'pun ke me xhamatin tani. A ndo fal me lajket? E në rregull, mos e bëj mendin për xhamatin. Sepse ti je duke punu për rrezikun, për halallin, për të mirën, dhe është e vërtetë që kur dikush falet në një hapësirë boshe dhe s'ka njerëz për shkak të një pune, po është e vërtetë që falet me të me lajket e Zotit. Kështu që je në rregull. Po edhe me ne këtu, pse ti mendon se këtu në xhami s'ka me lajke, edhe këtu ka me lajke, alhamdulillah. Në një hadith thuhet që kush falet me xhamat ka shpërblim 27 herë më të madh se sa namazi vetëm, dhe një hadith tjetër thotë ose njohësh thoshte 25 jo 27, në dy transmetime. Njëri thot 25 dhe tjetri thot 27. Dhe këtu lind pyetja më të drejtë. A është 25 apo është 27? Dhe vjen diskutimi mes dietarëve për të bërë interpretimin. Një interpretim thot 25 për namazet e lehta, 27 për namazet e vështira. Kush quhet namaz i vështirë? Dikush thotë i vështirë quhet sabahu me yacin. Dikush thotë i vështirë quhet sabahu me ikindin. Dikush thotë i lehti është namazi i drekës me namazin e akşamit. Dikush thotë namazi i drekës, ikindis dhe akşamit. Ky është një interpretim. Interpretimi tjetër thotë 25 dhe 27 nuk është për qëllim numri, po është për qëllim 20 e sa pa arrit 30-shën. Sepse e përdorin arabët kur duan që diçka të jetë mbi 25-shën, i thonë 25 dhe kanë për qëllim mbi 25-shën. Kështu që 25-a në këtë rast ka kuptimin 27-s. Sepse e lejon, e ka këtë lloj hapësire gjuha arabe. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi në këtë mesele.